Një tjetër e diel, një tjetër post big me dy miq. Këtë herë jam me Dasarën dhe me Meridianin. Faleminderit që na jeni bashkuar. Keni ndetur vonë brëm? Deri në orën 5 unë. Deri në 5. Nuk e di si kam ardhur këtu sot Drini, nuk e di. Seriozisht, po të lija unë pa i parë atë Inën me atë Stelinën që haheshin sikur po ziheshin dy goca ke bloku kështu. Shiko, do ta marrim me radhë. Nëse ka një gjë që quhet lajmi mbrëmjes së dieshme, për ty cili është? Pra i prajme të djeshëm. Sigurisht hyrja e Inës. Edhe vendosja e Stelinës me Inën si një konkurrenti vetëm, duke pasur parasysh rrethanat e atyre. Okej. Po mund ta sqarojmë pak, ta sqarojmë për ata që nuk e ndjekin. Çfarë është ky trekëndësh? Kesi, Stelina, Ina. Është një trekëndësh i përputhen, i sajuar të përputhen, e thënë kjo në vija trasha, megjithatë tregon pak edhe për mentalitetin e Shqipërisë, të shqiptarëve, në fundit është realiteti i këtushëm. Është e vështirë ta sqarojmë se mua këto më duken si labirinthe, po ku po hyra nuk del më, po duhet vetëm ta sqarojmë pak për ata që po themi mund ta kenë humbur. Për çfarë bëhet fjalë? Historia është që pra Kesi ka qenë në një program ku ka qenë edhe Stelina dhe Ina dhe tani dëni për ta filluar që nga gjeneza, jo, po ta thotë nga ajo pyetja që bëret Dasarës që the prajmi, ndërsa unë prajmin e mbrëmshëm do ta shikoja ndryshe, do ta shikoja si prajmi i Stinës, pra humbi një aktor Hollywoodi që mund bënte një film shumë bukur produksionin, Thojza, dhe hyri një aktore Bollywoodi, këto filmat indian, që e kemi parë domethënë Ester Park, kush e di sa herë, një gjë shumë e domethënë po them vërtetën, do ta them vërtetën. Po mirë, ky aktor unë kam filmin televizorin mbrëm në momentin që u ishte ajo kutia Pandorës. Po ndryshoni nisjen në programin. Njëherë kjo më thotë që është lajmi. Po s'bill dakord me ato më fare. Ti më thua tjetër gjë. Kështu tash na bëre pyetje veç. Po veç po. Se do të pyesim edhe ty në për ty cili është lajmi, se ti ke më shumë eksperiencë në kokën e lajmit. Dhe diçka e parë Ester Parë në përputhjen këto kohë të fundit, pra edhe puthja më mendoj nuk ka ndodhur për një arsye, aty mbi duhet të ketë një dasmë patjetër, dhe dasma mund të jetë e këtyre dyve, kështu që puthja mund vinë momentin kur të jetë dasma, kur të jetë. Si të dhoma rrëfime doja mbushin mendjen e asaj Stelinës që të ulet. Këto vajzat e duan Kesin? Jo. Domethënë Stelina po për mendimin tim. Ina ishte një xhadë vërtet. Edhe mendoj që edhe mënyra se si diskutonte, gjatë s'ka gjatë një është. Okej, do të shkafët. Është gjatë, domethënë, nuk jo shkafët, jo, ajo ishte bris nga goja. Problemi ishte që ishte pak si motori i prish. Domethënë nuk është se kishte shumë në atë përballjen që bëri me Brikenën, për shembull kjo Ina, si me thënë ishte shëmtuar, po mbroi veten, po jo se kishte ato argumentat kaq. Plus që e bën gjell programin që kur programin, në kuptimin e bën gjell muhabetin, dua të them. Kur ajo filloi, jo po dhe Stelina ka puthur një tjetër kur u nda nga ai, s'ka ndonjë gjë të puthesh në muhabet gjell. Tani kjo video që doli nga kutia Pandorës. Kë favorizon apo disfavorizon apo Po e favorizoi Stelinën edhe o pa kjo punë, kjo nuk diskutohet fare që favorizoi Stelinën. Edhe më bëri shumë përshtypje dhe dua ta analizoj pak nga pikpamja psikologjike atë kesin se e kam merak. Në qoftë se burrat shqiptar janë egocentrik, egoist, ai është rasti i narcisistit në pran. Domethënë, mbasi ndodhi e gjithë gjëja, se na kanë bërë ato te Big Brotherit të tjerë. Narcisisti në pran. Në narcisist dhe në pran, po. Sepse se thash gjëja, unë se aty te Bigu gjithë thonë gjëja, ajo gjëja, kjo gjëja, nuk e di domethënë, kam fjalorin shumë pastor, na kanë varfëruar edhe neve. Domethënë qëndrimi që mbajti Kesi gjatë asaj që ndodhi, mbrapa asaj që ndodhi, i veçuar që s'dinte si ta menaxhonte etj, tregonte për një mashkull jo tipik shqiptar, po domethënë nga këta karakteristikët e vërtet, që asgjë nuk i intereson më shumë se ego personale. Me pak fjalë për mua është realiteti ku ne jetojmë. Mirë, pra ja. Që ne shohim burrin me dashnorën dhe me gruan në një ambient. Shqipëria kafe bashkë, se ky është realitet kudo, nuk është vetëm Shqipëria. Jo, më se në botë nuk ulet njëri domethënë edhe gruaja dhe dashnorja kanë, ndërsa ne kemi kështu burrë, kemi të na duket diçka normale që ulem bashkë. Me gjithë respektin, nuk thoj tre këndësh, kush është gruaja dhe kush është dashnori. Atëherë, gruaja është një person që ti e merr për dorë dhe doje. Hajde thuaj Inës që u luriste 5 mëngjesit ku ti thua dashnoria e tij. Ai personi që e mori për dorë, nxori jashtë ti bëu atë surprizën që priste atë puthjen e madhe, dhe dashnoria ishte ajo që ishte fut me një cep lokal. Po pse mos jete kundër ta? Po s'ka se ti me dashnorën, nuk ti me gruan nuk e pse shkon në cep lokalit në çefta s'puthesh. E merr haptas i del dorës, ndërsa
zonjushën e mori për dorë dhe ishte gati ta puthe dhe nuk e di unë po prisja një moment. Tani këto dy vajzat janë një konkurrent i vetëm, që do të thotë që nuk e di se do ta menaxhojnë, tani sigurisht produksioni do bëjë punën e vet, edhe lojën e vet, edhe të pisët. Do të thonë për një kohë të gjatë nuk del asnjë rast tjetër apo s'ka kuptim. Jo, janë të detyruara që të mbrojnë lojën e njëra tjetrës në një lloj forme dhe banorët këtë po thoshin, si t'ja bëjmë ne, që duam të favorizojmë ty, po ndërkohë je një konkurrent i vetëm me atë dhe fiton edhe ajo. Tani të shkëputemi pak nga detajet e vogla, më the të thash. Si e shikoni këtë ndërthurje të kësaj mini përputhën brenda një produksioni si Big Brother? Dgjoj, unë padyshim që nuk të pëlqen në parim, po në praktikë unë ndonjëherë deri në orën 5 duke e parë se si ziheshin ato të dyja me njëra tjetrën, e kupton? Ishte sikur po shikoje një zënje ke bloku që është bërë me celular dhe është hedhë ke jeta shqipë. Po, por ajo që do të thosha është po vëmë re një detaj që nuk ka ndodhur përpara, që po hyn gjithnjë më shumë personazhe që njihen njëri tjetrin. Nga jashtë, njihen mirë dhe njohin mirë sjelljen e dinamikës. Po, gjë që më përpara, të paktën nuk legjitimohej, edhe nëse ndodhte. Edhe unë mendoj që kjo mënyrë e transformimit të Big Brotherit kështu në një gjë kaq të si çdo gjë merret shumë lehtë, mua nuk më pëlqen. Po. Dëgjoj se ne kemi harruar pavarësisht se personazhet ndoshta nuk janë aq VIP-a, sa shflitet, por jo si janë VIP-a fare. Vetë fakti thotë Big Brother VIP. Pra personazh normalisht njihen. Gjithë botën VIP-at njihen me njëri tjetrin. Si njihen? Po e kanë pas një koncert, mund ta kenë pas bashkë, kanë qenë ftuar në studio televizive bashkë, pra e kanë pas nuk është si Big Brother i thjesht që nuk njihen me njëri tjetrin. Po pse mos ka asgjë? Njihen ato personazhe, për shembull, Stine me mirë, na u njihin. Si bis, duhet ta deklarojmë, po njëta gjë pra dhe këto kanë dalë nga një format televiziv, ku normalisht janë një orë, se janë parë nëpër korridor kush disa herë. Kanë qenë pjesë e emisionit aty bashkë. Pasua për këta të tre? Për këta të tre, pra. Këta të tre se kanalin se njihen ashtu ata janë futur kastile. Pikërisht se njihen, e kupton dhe kanë dinamika bashkë. Keni parashikim se si do shkojë historia e kësaj treshës? Po si do shkojmë, kjo shkreta ina nuk e di, po ka për të ngel gjithmonë dashnorën tentativë. Kjo tjetra Stelina do bëj dasmën besoj, se do zbutet kjo do bie. Se dashnorja tentativë, se edhe ne bëjmë një çik paragjykues. Ajo hyri dhe tha me zë të lartë dje, unë kam hyrë si konkurrente. S'kam punë me ata, ka ndodhur një puthje, mirë pafshim. Ajo ka të drejtë të flirtoj me, ku diun, Mateon. Ajo po bën, ajo ka hyrë bëj një përputhje tjetër atje brenda, domethënë me ndjem të tjerë të shtëpisë. Që mund të dalin nga tre këndshë. Po pra, kupton se. Ajo duket që e ka qef. I qeshin sy diku po. I qeshin sy diku kur hyre, nuk e peti gati, dhe ishin gati edhe ke nominimi si ishin dakord vetëm se do fuste kesin kjo. Një koment nga Dasara si e shikon fundin e kësaj treshës? Fundi kësaj treshës është me një kurozim. Jo, është rasti tipik që gruan e kam i çik ngordalaçe, po dashnoria është shumë qelpsirë dhe prandaj e dua. Ndërsa unë mendoj i thua që do e dasëm dhe pastaj një mundësi për ndarje të gocave, secilat shikojnë. Ama mos e bëni kaq klishe, pse me kaq patjetër, më mbas edhe nuk ka dasëm. Midis tyre më. Dasëm do hajmë këtë big në Dasara, do apo s'do ti? Do e ham, thotë kjo sikur do shkojë atje. Mbasën aftojnë nga fjala. Nuk i diet asnjëherë. Një nga pikat që morim mjaft vëmendje ishin kunatat. Kunatat, kemi dy kunata në tentativë. Ato thua që momenti tjetër Selina dhe Greta. Pse s'doli Selina është pikë pyetja domethënë, se bëri e tha dhe pastaj se zuri më me gojën. A kanë bërë këto vajza një ose paktën Selina ka bërë një gabim duke fshehur këtë gjë? Dhe sikur se e tha dhe Monika apo Arbri në mos gaboj, që është treguar hileqare? Mua më shumë se sa fakti që ato bën sikur se njihnin njëra tjetrën, nuk më pëlqeu mënyra se si Selina është sjell me Gretën. Do thënë duket sikur Greta bënte atë kandidaten për nuse të shtëpisë që do ta mbajë mirë me kunatën, edhe i shkonte Selinës që t'i jepte informacione. Kurse Selin, për të qenë 23 vjeç, është thënë dhe stërthën, është një vajzë me një inteligjencë të mirë për të qenë aq e vogël, edhe e ka mbrojtur dhe e ka luajtur shumë mirë pjesën e vet. Momenti ku dështoi ishte, dhe s'm tele keqja prandaj dua që ta theksoj, pikërisht fakti që ta ledjon, unë pavarësisht do pres nominimin, do shoh kush do dalë, po unë do dal nga kjo shtëpi nga ky moment. E mbrapa. Dhe zuri më me gojë pastaj. Shikojmë pak panoramën e madhe. Panorama e madhe cila është? A ka hyrë Greta për ta ndihmuar Selinën? Me Greta e shpjeguan ato kanë që përpara e kanë ditur. Çfarë shpjeguan? Ato e kanë ditur të dyja që përpara që do futen brenda aty.
Pra kanë qenë në Po biseda. Greta e ka dhënë sinjale Selinës, Greta ka ndihmuar Selinën duke thënë që mos Po rrinë. patjetër që e ka ndihmuar, mos po diskutojmë mesazhin këtë Ajati tani. Selin. E ka përcjell në mënyrën më korrekte dhe më të mirë të mundshme. Që natën e parë që ka hyrë pas Prime-it kanë vajtë te krevati që po zhvishën. Ai tha, "Moj Selin tha, me kë po rrim më shumë." Dhe Selina filloi duke përmend tha, "Do di që s'ka qenë mirë, po çmir moj boll tani ta shikoj lojën, domthon, mo hapur se ja ka thënë disa herë nuk ka." Pastaj Selina ka thënë që unë këtu kam hyrë për të bërë lojën, s'kam as telefon, nuk më intereson fare se çfarë ndodhi jashtë. Se nuk ja thanë banorëve këto dy vajze që janë punata. Po nuk e di pse kanë pas të kompleksin dhe këtë frikë. E shpjeguan brëm se i kanë parë në orën 5. Domethënë, për te asaj që kanë thënë ato. Kur pyesim pse. Po tani pse unë do të them argumentin e atyre se shpik dot. Jo, dakor, po, domethënë për te asaj që kemi dëgjuar ne. Po. Po pra, për te asaj që kemi dëgjuar ne, ajo që u shpjegua aty dhe ishin të dyja bashkë të ballafaquara me njëra tjetrën, ajo tha, "Vllai im tha mund të mos doj." Unë nuk e dija tha nëse kjo thash akoma me vllajin tim, se në fakt janë të vegjël, vllai i Selinës shumë i vogël. Për 2 javë bonami. Po çon si ka, okay, ka qenë nuk e dija as më për këto 2 javë. Dhe s'ka si gjë të Dhe mbi të gjitha nuk dija nëse donte ta thoshte se dhe Greta ka një familje, tha ne nuk e kemi bërë familjare këtë. Ti po hyra aty brenda, po pse po tha Mateo me Brikenën? Jo, as Mateo me Brikenën s'donte Brikena që ta thoshe. Po le mos duam gjë në momentin që ti vendos të dysh aty brenda, edhe numrin e sutjenave do ta marrin vesh njerëzit dhe çfarë brekësh vesh e gjitha, sepse janë personazh publik e gjithkohës vëzhgimin e kamerës. Vështirë për të gjetur se mos. Nuk janë po tash. O medium o larg tani. Se di pse kanë kaq probleme e thon. Atëre. Punata. Selina në këtë fazë lojës është lart, medium range apo është poshtë? Për mua. Jo, po mbrëm ju denigruaj imazhin e Selinës tani, për mua mbrëm. Ajo që ka bërë produksioni është që ti tregoj publikut, por dhe banorëve që dëgjoj, ky Miri që është ky personazh i kaq negativ, nuk është dhe aq negativ sepse urdhroni. Pra se kthehemi në pikën kur Selina e ka përdorur, pra Selina ka përdorur mirë. Ajo arriti dhe e tha me fjalë të saj. Arbri, që Selina është më fitimtare në këto momente sepse ka përdorur mirë gjatë gjithë kohës. Ndërkohë që mu Selina më duket shumë lojtare e fortë, Selin. Hajde më na korrigjoni, është problemi i madh. Bion Bja që punon ke opera. Banore Big Brother të mos më mirë. Po ç'kemi që ne vrikosë ç'ke. Po nga troli di Gagën, se po na ikën ai filli, po se pak është mëngjes. Kapës kemi pi, që kush ka në nga këto kompanitë e kafe që do të sjellë atë. Tu bërum se gati jemi. Po. Atëherë, për mua Selin duket shumë lojtare e fortë. Është shumë e vëmendshme në lojë, gjë që e ka të bëjë shumë për në moment që ti e vëmendshme dhe kap çdo lloj dinamike të mundshme, ajo të ndihmon shumë lojë, që në fokusin në lojë. E pash dhe më ka qenë gjatë gjithë kohës ka qenë brisk. Që nga minuta e parë e Prime-it e den fund dhe mas Prime-it, dhe mas Prime-it ka qenë po brisk. Pra, ajo ka mendjen edhe ke komenti Monikës, edhe ke komenti Arbit, edhe ke pyetjet që bële Dioni, edhe ke debatet që bën brenda shtëpisë. Në momentin që ti je fokusuar në lojë, kjo të ndihmon shumë. Sepse po ç'fokusove shumë problem që ti pastaj ta mbledhësh. Nuk ka mohon njëri fokusin e saj. Problemi është që ajo dje u dëmtua si imazh, domethënë rrëzua si imazh në kuptimin e ajo e tha edhe në video që unë kam hyrë për të bërë lojën time dhe le të çfarë do Greta. Unë do vazhdoj. Po imazhi i mirit. Do vazhdoj prapë, është afu prapë mirë. Po imazhi apo loja e mirë le të themi. Si duhet parë në këtë moment të lojës? Ikën Stinet, që mos ta, domethënë le ta quajmë, do thonë Justina nuk ka qenë një lloj antagonisti, po. Edhe ne kemi komentuar si po si një lloj antagonisti, po ata atje. Po analiza që ai do ndizeshe në një moment jo shumë të lartë. Shikoj, unë mendoj që Miri, Unë mendoj që Mirit i vdiqën të gjitha dinamikat që kishte krijuar deri tani. Selin është duke u orientuar shumë në njëjën me Mateon, edhe unë do thosha që Selin ka filluar t'i pëlqejë një çik Mateo. Përveç kësaj, shoh që në përgjithësi Selin ka filluar të shpërndahet në lojë dhe të largohet nga Miri. Të shpërndahet në lojë. Është marrë shumë me dinamikën që i ndodhi Selinës. E bëri këtë duke i qekur në momentin që si tha dorën asaj, Inës që hyri. Edhe është shpërndar në dinamika të tjera. Kurse Mirin e shoh në këtë moment si peshku pa ujë që duhet shpiki një dinamik tjetër tani. Në raport me djemtë të shtëpisë, duket sikur vazhdon të ruajë një lloj autoriteti, ëh, duket sikur është mbi vendosur tek të tjerët. Kush? Miri? E shoh që i grumbullon djemtë afër vetes, si jep këshilla, mos u sill kështu. Bëj këtë reagim. Në vendin tënde mund mendosh edhe mret, edhe president. Nuk po them si shikosh mua jashtë më duket fare ashtu. Po.
Unë thash në momentin që do mbyllet kjo dera e lojës me Selinin që po bën nuk e di me çfarë do merret, nuk është se ka pasur. Po më së shpiku Selina dhe shpikin gjë tjetër. Jo, Selini ka shpikë gjë se Selini ka një gjë të mirë. Jo se ka minat më jo. Po të them që Selin ka një të mirë tani. Më bëri përshtypje diçka, më fal që ndërpres, se mos harroj. Më bëri përshtypje një bashkëbisedim i Inës me Mirën brëm. Në darkë. Do të ketë qenë orë vonë, po e shikoj sot rreth. Te tavolina. Ku ajo ishte afruar Mirit dhe kërkonte që të merrte mbështetjen e tij për ta ndihmuar. Pra, për të vazhduar atë që thotë Dasara, nuk është Selina, është Ina, është Greta, është dikush tjetër, e kupton? Po duhet parë tani sepse edhe gjatë prime-it klipet ato që pan banorët i vjen pak të dyzuar në mënyrën se si po loz Miri dhe gosat gjithmonë do kenë atë frikën që a do i përdori Miri apo s'do i përdori Miri. Okay. Do jenë gjithmonë distancë. Ndryshe nga kjo që po thotë Selin ka këtë të mirë tani. E ka kuptuar edhe di se çfarë do publiku. Dhe po ta veni tremërom ajo e bërtiste më të madhe faktin që hyri kjo. Po idea që ne shqiptarët që do një çift. Jo, ne vdesim domethënë këtë pjesën e viktimizimit që hyri kjo dashnori aktive ka ndërhyrë këtë çifti ka ndarë edhe pa një bërtiste. Po më vdes gjithë bota tani. Dakor, pra po ajo, po mos e botës nuk i bë problem fare si po përshtypje se çfarë bën ai kesi me jetën e vet, a hyri me këtë, a u lidh me këtë, apo mos intereson fare. Edhe kaq sa e bën ti s'është. E di shumë mirë Grande Fratello nuk ja pras shumë. E kanë bërë brenda shtëpisë, janë ndryshuar partnerët pas ndonjë problemi. Djem të shtëpisë, hyrja e Florit ka krijuar një ekuilibër të ri dhe si e shikoni hyrjen e tij? Jo, ekuilibër të ri jo. Përgjithësi dhe ai bën pak a shumë atë që bën Lore në shtëpi, atë që bën Lorna në shtëpi, që merret me dinamikat e të tjerëve, nuk ka një dinamikë të vetën. Po. Edhe nuk e shoh as që ka për ta pasur. Sepse shoh pak të limituar atë Flori. Në rrjetet sociale ku njihen, keni idem, nuk kanë. Ta mbaroj? Më fal. Po thosha që se këtë edhe e monton. Por s'ta leta themi tim deri në fund. Sa gojë, si ka qenë ka filluar. Ka qenë ka filluar sa pyet. Edhe atë sa e pyet. Dgjoj, me kujdes, mos thuaj si fjalë të keqe se kjo nuk do montohet. E kemi shumë mirë se ç'është. Dhe këtë që do të gonë që vazhdo, nuk të dukesh. Po se kush i ka thonë ty që është prezantues, do vllai si puna jote. Jo, s'është puna prezantuese, po. Jo, po, nuk e di çka ke sot ti, se ndoshta ai i lodhur nga ajo që të ka ndodhur. Po sa filloi flasën ti the. Nuk e di duket ty, sa. Nuk e di, dëgjoj, nuk e di, po kam një përshtypje. O Dasara. Kam një përshtypje që as ke bigu vetë kur ka qenë brenda nuk ka ne deri në 5 mëngjes siç pas ka ne brenda. Pra ne është çfarë kur tu tani. Po jo, mos s'kam deri në 5 dhe. Jo, ka parë se mbrapa se ka mbyllur. Unë thjesht dua që të ruaj pak ritmin e bisedës dhe që mos të. Flori po thoshim, se pyeta ata se mendimin e Florit. Jepi. Që pyeta. Jepi. Atëherë. Flori Drini më duket pak i limituar, po thosha, dhe nga niveli inteligjencës o për ideu, e kupton, se duhet të thosha këtë se dhe e prisje, iku tash i vari trapi. Vazhdo, kjo ishte më e bukra. Po qa më e bukra? Gjo, unë Flori do japë edhe një javë kohë. Një sekund, atëherë, e nisë nga pyetja ime. I që Flori Asi gjo mos ish. Hajde, jepi, një koment të parë. Po thosha që Flori më duket pak a shumë se të gjithë banorët e tjerë, si Lorna, si Lore, që merret me dinamikat e të tjerëve, nuk merret me dinamikat e... ku keni në kanal, Dhe që i lutem se tani po filloj kjo nuk do ta kapim. Nuk dalon kjo, po. Hajde. Jo, Flori nuk të përsëris, më harroj. Po më thuaj, ai? Po ju kot më vetë flakse, unë s'po bëja asgjë gjë më vëlla. S'po bëja asgjë gjë, po kemi sikur kemi jemi ulë që s'marrin se me hiqë deri në fund. O zoti. Hajde, dy komente të shkurtra edhe ta mbyllim. Thashën ky ka ardhur për t'ik. Sot. Drini ka bërë 3 lajme që ka bërë për klikime, po hajde, kemi 3 ne. Atë Flori? Jo, nuk e them Flori. Jo, Meridian. Atë një analizë për djemtë që janë në shtëpi dhe që nga momenti hyrjes së Florit, domethënë hyn Flori, por ndërkohë del Stine. Si mund ta shohim edhe Eugjini gjithashtu që doli si pasojë nominimit. Si e shohim dinamikën e djemve në shtëpi? Daljen e Stines unë e thash në fillim se si e shikoja.
Florit nuk e di dua të jap edhe një 10 diçko sepse Flori më duket natyrë popullore. Po çfarë thua, është limituar fare. Dëgjoj, le të ke limit, do të ndërpresin. Dëgjoj, un po flas për 7% e masës që e shikojnë Big Brother, ne për popullin që duan gjëra të thjeshta të kuptueshme. Nëse do të flasim për Akademinë e Shkencave, hajde të bëjmë një Big Brother tjetër dhe që ta kuptojmë ne pasojë në fjalë të mëdha. Po nuk ka. Po njerëzit vdesin për të kuptuar fjalët e vogla më të asaj, se këto që mundon me folën fjalë të mëdha, sa më e vogla kam dash. Që nuk e kuptojnë. Dinamika tashmë, unë tash Flori dua të jap edhe një 10 ditë shko për ta parë Miri që mendoj që mund të kishte dinamika me Stinë ju largua. Vernozin e shikoj të fikur fare që pas dalë Senos. Hyrë histori, personi i parë në historinë e Big Brotherit që flen në prime. Po bëhet shpesh, a kanë dështuar VIP-at e TikTokut apo historitë e suksesit në TikTok në Big Brother apo dështojnë? Dëgjoj, për mendimin tim jo. Jo, se doli Stinë, doli Eugjini dhe rrin TikTokerat në Big Brother, e kupton? Nuk është dështim. Megjithatë për ata është më i nevojshëm Big Brotheri, kujdes një sekond. Atyre u duhet më shumë Big Brotheri se sa imazheve si Eugjini apo si Stinë. Po sepse janë personazhe të afirmuara, kanë bërë një gjë në jetë. Kurse këta dalin aty edhe mos ta diskutojnë se dihet kjo. Çfarë faj kanë këto që Stina për shembull Legarën që Eugjini bën veprime që i dinte që duhet i bënte. Nuk po flas për faje Meridiani, po them që u duhet më shumë këtyre personazheve, po që ka ulur se themi niveli Big Brotherit, nuk e di pse presim të nivel nga Big Brother. Po prapse nëse ke vendosur emrin VIP, duhet të kesh VIP aty brenda. Po. Ne folën në këtë emision. Po s'kam thënë fjalë, më. Vazhdo thuaj deri, hajde. Hajde një herë. Unë mendoj këtë gjë, që TikToku shumë i rëndësishëm. Aq më tepër se tani do të jetë i lirë dhe i hapur. Dhe vetë drejtuesi i emisionit, Edioni, po e shtyn programin që të TikTokizohet, që t'jene më shumë në TikTokerat. Dhe ai bën veprime të herë pas hershme që të bëhet sa më viral, sepse po e bëjnë gjithë personazhet. Pyetja që unë bëj është, këta që janë ekspertë të TikTokut nga natyra, po nuk bëjnë veprime, pse nuk bëjnë veprime TikTok duket të drejtë, po. Ta them unë sepse nuk ke aty asnjë personazh që mund bëhet viral dhe mund bëjmë. Vrenozi është nga TikToku. Po Vrenozi do një shkëndijë, Vrenozi është. Po pse në TikToku sheh? Ke parasysh dikur këto gure që nisin cigaret? Nuk kemi aq lashtë. Bra, jo, po ashtu është Vrenozi nëse s'ka në TikTok ku shef shkëndin, fakti që merret vetëm me Ramën. Aty s'bën dot politika ai. Kështu që aty nuk bën dot politikë. Është ndaluar dhe nuk ka një ram që të merret. Një sene që u merrte me ato gomar pa gomar i doli, Flori nuk ka për të shitur gjë sepse do shesi mobiljet e Big Brotherit, do i blen dhe nuk do ja shesi më. Ka një personazh e TikTokut aty që mund të ndeshin. Çfarë ndodh në pranin tjetër? Jo, nuk e di kush pritet dal. Po Gerta ose ky Greta. Ose Angelo, po them më mirë Angelo se sa Greta. Angelo do të kishte dalë me kohë. Se Greta e ka gjithsesi akoma një dinamikë aty brenda me Selinin, kurse Gretën dohet ta nxjerrja direkt me zar vizit që mas informacione që sot. Ti nuk ke pse prish dinamikat e lojës, ke pse prish bukurinë e spektaklit. Dëgjova që një nga banorët e re do jetë edhe Monika Lubonja. Çfarë shikoj më? Ku do shkoj Monika, pa mu nuk i Monika se Vaskën vetëm me Lalin e ka shiu. Mumi Ilir Shaqirin dhe Mario. Se futen ato që kanë qenë prapë? Nëse bot All Stars që mund të jem unë Drini Zeqo, Monika, Da Sara ti s'futesh dot All Stars. Jo, unë nuk po. Nuk është VIP ajo, s'është VIP ajo, nuk e merr njëri atë. Vetëm në nivel analisti deri aty shkoj. E mbyllim? E mbyllim, faleminderit. Si e mbyllim? Apo do ta fillosh nga 20 minuta kemi qesh. Po pafshim.